Faleminderit, zonja Zhupa, replik. Sigurisht që nuk krahasohemi dot, sepse ti Piro je në SPAK për portin e Durrësit. Si do krahasohesh me kolegët e opozitës? Jo, s'jam, them je në SPAK. Je në SPAK për atë gjë. A je në SPAK? Kolegët nuk krahasohen me ju. Nuk krahasohen dot, nuk krahasohemi dot ne me ju. Sepse ti isha ai ministri mbrojtjes që the kemi 2 avion gati erdhen për shuarjen e zjarreve, i kemi pronotuar, i kemi paguar. Ku janë më Piro këto avionët? E tu, ku i ke? Apo i kalove lek të Keni Westi 4.3 milion euro nga emergjencat e s'ke për avion. Ja pra që si jemi një loj, dhe sigurisht që do krahasohemi, dhe sigurisht që na krahasohen, sepse ju keni punuar që nga dita e parë që keni shkenë në zyrat e shtetit, dhe që kur jeni fut në politik, të gjithë punoni vetëm me një qëllim, t'i shërbeni Edi Ramës, pasurimi ti, të rregullojnë ndonjë punë për vete dhe nuk ka rëndësi se çfarë ndodh me qytetarët atje. Vini këtu dhe sulmoni kolegët, zoti Balla gënjeu para 5 minutash. Tha zoti Bardhi, tha erdhi përpara se kishte frikë. Ndërkohë që ne kishim konferencë kryetarësh, kemi ardhur përpara se fillonte në orën 9, të gjithë ata që ishin kryetarë. Po zoti Balla e ka vesë. Po ju të gjithë keni mësuar nga njëti vese me doni që është kryetari ynë edhe do na pri në gënjeshtër. Ky është diferenca. Dërsa ata qytetarët, ti sot duhet ishe quar dhe të flisje për qytetarët që i zuri stuhia në Vlorë, në Sarand, kudo për dëmet e tyre, duhet ishe quar dhe toshe pse s'kishte marrë masa bashkia, pse nuk kishte marrë masat autoritetet lokale, qoftë për të njoftuar, qoftë për qenë atje, dhe të bëni një bilanc edhe të vini fonde, nëse ju kam ngenu një fond nga emergjenca civile, se i keni quar gjitha për ahengje.